Është bërë gati një vit që kur dëgjova Fisnik Qosjen, një djalë aq i hishëm, aq i si zog i trembur, mori Eltoni Lirianin dhe i tha: "Çfarë mund të bëj për parashkevin, të lutem më thuaj." Edhe më ka ngelur në shpirt se gjithë këtë kohë që jam rikoperuar nga gjithë këto ngjarje që ndodhen, dua ta falenderoj për këtë nder të madh që më ka bërë sonte. Fisnik Qosja, të falenderoj me gjithë shpirt që më dhe mundësinë që të tregoj që jam kavajse, se mund ta nxjerrësh parashkevin nga kavaja, po nuk e nxjerr dot kavajen nga parashkevia. Dhe jam me ju me gjithë zemër, me gjithë shpirt, ju kam ndjekur edhe të gjithë progresin e madh, po unë kam filluar shumë thjesht në kopshtin Valgjel Thanasi me edukatorin time Ismete Kaplani, që më tha: "Hajde vije, këndoj një këngë." Kur isha në kopësht edhe Kozma Rusi me filharmonik tha: "E din atë këngën Qingji vogël, rime ndushëm, bem, pa." I thash: "Po, e di, e mbaj mend se jam rritur në Lushnjë me gjyshrit e mi, edhe daja im Jovani mësonte fëmijët në shkollë, edhe ashtu mësova për herë të parë që të këndoja këto këngë të fëmijëve." Pastaj më morën, më çuan tek Bujare Biturku, që ishte drejtoresha e fëmijëve të Kavajës, të Pallatit të Kulturës së Fatosave dhe Pionerëve, edhe ajo më prezantoi për herë të parë me maestron e madh Recep Asimi, se që unë të fitoja, se nuk do isha kjo që jam, edhe pse jam në maj të New Yorkut, nuk do isha kjo që jam pa dashurin, respektin edhe mësimet që më kanë dhënë të gjithë në Kavaj. Është një eveniment shumë i bukur, edhe vitin që kaloi do donim të ishim pjesë, apo jo? Po e shikonim sot në video, ishte... Po pam sofrën e kënduan beautiful. Vërtet, s'ka ndryshuar asgjë, vetëm që jam shumë proud që janë integruar me shumë mas, si të thuash, nuk kanë dalur nga ajo tradita tamam sofra e Kavajës. Si ndihesh qyteti yt, Kavaja, merr, si të thuash, stafetën ose vlerësimin e parë kaq të madh që të bëjnë ty ata? Është vendlindja ime, guri rënë në vend të vetë, themi ne. Kështu që unë akoma jam kavajse, pavarësisht se kam kënduar kudo në Shqipëri, në botë edhe këtu. Prapë ajo thelbi kryesor i njeriut, shpirti, nuk ndërron kur. Kështu që gjithmonë kudo që shkoj e përfaqësoj Kavajen me atë thjeshtësi, me atë ndershmëri, me atë kënaqësi që i ka dhënë kënga popullore të gjithë shqiptarëve. Kështu që i qofsha falë, si të them, djepit që më ka lindur e rritur Kavajës. Diçka të fundit, në përshëndetje të fundit? Ata janë duke korcyer, duke kënduar, dhe se sekretari do thotë diçka të fundit. Po nuk jam atje, si kur t'isha atje do ishe shumë më mirë. Vitin tjetër shkojmë? Inshallah, kismet zotit.